34 ditë kohë për të vendosur nëse Kosova do të ketë president të ri apo do të mbajë edhe një palëzgjedhje parlamentare. Ky është vendimi që nxori më 25 mars gjykata kushtetuese duke vlerësuar se një dekret i presidentes Vjosa Osmani për shpërndarjen e kuvendit pas moszgjidhjes së presidentit në një seancë të 5 marsit nuk prodhon asnjë efekt juridik. Pse 34 ditë kohë për deputetët? Kushtetuta e Kosovës parasheh që presidenti të zgjidhet brenda 60 ditësh prej kur nis procedura. Në rastin aktual, sipas gjykatës, ky afat ka nisur të rrjedh nga 11 shkurti i këtij viti, pra nga dita e konstituimit të kuvendit, dhe i njëjti është pezulluar në ditën e 26, më 9 mars, kur gjykata vendosi një masë të përkohshme për dekretin. Pas heqjes së masës, kuvendit tani ka mbetur edhe 34 ditë për ta përmbushur afatin 60 ditor për zgjedhjen e presidentit. Çfarë pritet të ndodhë gjatë këtyre ditëve? Partia më e madhe në kuvend, që udhëheq ekzekutivin, Lëvizja Vetëvendosje, tha se do të angazhohet që të zgjidhet presidenti i ri dhe që të shmangën zgjedhjet e reja, të cilat i cilësoi si të panevojshme dhe të padrejta. Sipas Lidhjes Demokratike të Kosovës, është detyrë e LVV-s të ofrojë zgjidhje, por kreu i partisë opozitare tha se janë të gatshëm të ndihmojnë për zgjidhje serioze, por jo të përdoren si justifikim për dështimet e të tjerëve. Para 2 javësh, i pari i LVV-s, njëherësh kryeministër Albin Kurti, u dërgoi ftesë për takim udhëheqësit të Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, dhe atij të LDK-s, Lumir Abdigjiku, për çështjen e presidentit, por që të dy refuzuan të takoheshin me të, derisa ende po pritej aktgjykimi i kushtetuesës. Megjithatë, edhe Hamza, edhe Abdigjiku shprehen gatishmërinë për të takuar sapo të vendoste gjykata kushtetuese. Aktualisht, kandidat për president janë ministri i jashtëm, njëherësh zëvendës kryeministër i parë, Glauk Konjufca, dhe deputetja e LVV-s Fatmire Kollxaku. Nëse partitë parlamentare nuk merren vesh që njëri nga ta apo dikush tjetër të zgjidhet president, Kosova do të shkojë automatikisht në zgjedhje. Kur do të mbaheshin zgjedhjet? Nëse brenda 34 ditëve që përfundojnë me 28 prill, nuk zgjedhet presidenti, zgjedhjet e reja do të duhej të mbaheshin brenda 45 ditëve. Por ligji për zgjedhjet pamundson që ato të mbahen më herët se 30 ditë pas shpërndarjes së kuvendit. Rrjedhimisht, zgjedhjet do të duhej të mbaheshin ndërmjet 28 majit dhe 12 qershorit. Të diellat në këtë periudhë janë 31 maji dhe 7 qershori. Kush e cakton datën? Datën e zgjedhjeve të parakohshme duhet ta shpall presidenti i shtetit. Me që Vjosa Osmanit i përfundon mandati presidencial më 4 prill, zgjedhjet do të duhet i caktonte kryetaria e kuvendit Albulena Haxhiu në kapacitetin e ushtruesës së detyrës së presidentes. Nëse nuk shmangën zgjedhjet e sivjetme parlamentare, do të ishin të tretat në Kosovë brenda më pak se 2 vjetësh.